Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Ky është horoskopi i mërkur 19 mars 2025. Dashi. Djemtë që kanë ndryshuar punë ose po kërkojnë ndonjë lajm të vogël do të jenë të kënaqur. Nëse në dashuri mendoni se keni njeriun e duhur në krah, bëni hapin që ju nevojitet. Demi. Dita e gazuar e lajmeve do të mund t'i mbledhni të gjitha me entuziazëm. Ju jeni të motivuar për të kryer projektin tuaj, por ju duhet të bëni një punë të shkëlqyeshme për veten tuaj, për të larguar njerëzit negativ. Binjaket. Ka pak lodhje, energji të ulët. Zgjedhje të rëndësishme karriere, por mos harroni se familja ka shumë peshë, ashtu si edhe dashuria. Gaforja. Fizikisht nuk jeni në krye, përpiquni të hiqni stresin dhe të shmangni angazhimet e ngutshme. Jo një ditë për të propozuar. Luani. Konfuzioni mbretëron suprem, veçanërisht në lidhjet e gjata të dashurisë. Balanca të reja në punë, në këtë ditë tensioni është shumë i lartë, kujdes me një koleg. Birgjeresha. Ju ftoj të realizoni projekte, sidomos nëse kanë të bëjnë me dashurinë. Për arsye të ndryshme, mund të zemëroheni me një njeri ose të shfaqni qëndrime të padurueshme. Peshorja. Për ndjenjat që po kapni. Në fushën e punës, përgjegjësitë e reja peshojnë, por ato mund të shkojnë shumë larg. Akrepi. Kujdesuni për ushqyerjen dhe estetikën, shmangni punën e rëndë dhe sportet ekstreme. Heshtja që keni përdorur si armë për të shmangur përplasjet tani ka mbaruar. Tani ju duhet të shprehni ndjenjat tuaja. Shigjetari. Është dashuria që jep disa dyshime, ju mund të keni marrë konfirmime nga kërkesat tuaja, por nuk jeni i bindur që ata erdhën vetvetiu. Mundohuni të mos merrni në telashe duke thënë fjalë të gabuara. Britsjapi. Pranoni ftesat, përpiquni të lëvizni sepse kjo periudhë sjell këshilla. A kërkojnë ata shumë dhe ju keni pak në këmbim? Mos u shqetëso, do të mund të hakmeresh shumë shpejt. Ujori. Gjëja e rëndësishme është të gjesh fjalët e duhura dhe nuk do të jetë e vështirë t'i bësh ato. Ka nga ata që mund të kenë thënë tashmë, po ose janë në kërkim të një shoku shpirtëror. Arsyetimi në dashuri nuk funksionon, lëreni të lirë instinktin tuaj. Peshqit. Një ditë e mirë, thjesht duhet ta mbash trupin nën kontroll. Sa i përket dashurisë, është planifikuar një takim i veçantë. Regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.